Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka thënë Muftiut Naim Tërnava se në seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës po synojnë betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit dhe kryesisë, si dhe votimin e qeverisë. Kurti gjatë vizitës në Bashkësinë Islame është pyetur nga Muftiu Tërnava se a pushuan pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ndërkohë Kurti tha se pas certifikimit të rezultateve do të jetë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Pasi u publikuar rezultatet, është një seancë ku japim betimin. Synojmë një seancë me u zgjedhë dhe kryetari, kryesia dhe qeveria, siç e kemi bërë edhe herën e kaluar në të njëjtën ditë, tha ai. Ndërkohë, nisi i qeshura, kur Tërnava i tha Kurtit që kur të bëj deputetët betimin, vetëm i ecë rroga. Kur të bëjnë betimin deputetëve, veç i ecë rroga, apo Kurti duke që po, Tërnava, deputetët tu thanë zgjat e zot, tha ai. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka ndarë një hartë elektorale pas certifikimit të zgjedhjeve parlamentare, duke e cilësuar si një udhërrëfyes për përgatitjet e zgjedhjeve lokale që do të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve parlamentare, kështu duken renditjet dhe përqindjet e subjekteve nëpër komuna, hartë që duhet të na shërbejë edhe në përgatitjet për zgjedhjet lokale në vjesht, ka shkruar Kurti. Sipas tij, rezultatet e zgjedhjeve të 9 shkurtit nëpër komuna janë të rëndësishme për analizë dhe strategji në garën e ardhshme për pushtetin lokal. Në hartën e publikuar nga Kurti, Lëvizja Vetëvendosje ka dalë para në 21 komuna, e ndjekur nga lista serbe në 10 komuna, PDK dhe AK kanë fituar secila nga 3 komuna. Pavarësisht këtij rezultati në zgjedhjet parlamentare, aktualisht LDK qeveris në 9 komuna, PDK në 8, AK në 5, Lëvizja Vetëvendosje vetëm në 4 komuna. Nisma qeverisëse me Malishevën, ndërsa 11 komuna të tjera drejtuar nga partitë e komuniteteve pakicë. Publikimi i kësaj harte vjen si sinjal për një përgatitje më të organizuar të lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjet lokale ku pritet një garë ashpër për pushtetin në nivel komunal.